Vllai nderuar, motër e nderuar, mos u kurse nga përcjellja e mesazhit islam. Një këshill ndoshta bëhet shkak që dikush të shpëtojë, që dikush të adhurojë Allahun e lartësuar, që dikush të falë namaz, që dikush të respektojë prindrit, që dikush të ruajë lidhjet farefisnore, që dikush të bëhet njëri më i mirë, të bëhet më i dobishëm për veten, për familjen, për shoqërinë. Prandaj asnjëherë mos e kurse qoftë edhe një këshill të shkurtër, qoftë edhe një ajet, qoftë edhe një hadith të profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk duhet ta harrojmë hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam ku thot bellighu anni walau aya. Pra siç kuptohet prej hadithit, përcjellni nga unë qoftë edhe një ajet. Vllai nderuar, ti ndoshta nuk je thirrës, por mund të bëhesh shkak që dikush të udhëzohet. Ti ndoshta nuk je aq i ditur, por një fjalë mund ta përcjellësh, një këshill mund ta japësh. Mos e nënvlerëso asnjëherë fjalën e mirë, fjalën e vërtetë, orientimin, me i tregu dikujt. Lusë Allahun e lartësuar që të na bëjë gjithëve shkak për udhëzimin e njerëzve. Dhe lusim Zotin e gjithësisë që mos na privoj nga shpërblimi atyre që përhapin mirësi në tokë. Na bëj prej tyre. Vllai nderuar, të orientosh, motër e nderuar, të orientosh dikë për një punë të mirë. Ti tregosh dikujt për një punë të mirë. Shpërblehesh si vepruesi, pa ja paksuar pra shpërblimin vepruesit. Allahu na boft prej atyre që tregojnë dhe orientojnë për punë të mira.